Свлечиштето во селото Шипковица, Тетово, загрозува 4 куќи. Синоќа околу 3 часот по полноќ, 4 семејства беа приморани да ги напуштат своите домови и да се сместат кај роднините. Ги посетивме денес и жителите велат дека се исплашени, бидејќи од горниот дел земјата се лизга, а во долниот дел има поток кој во 2015 година предизвика трагични поплави што одзедоа човечки животи. Тие апелираат до институциите за итна интервенција, бидејќи не можат долго да останат kaj rodninite. Det er bra man kanskje ikke går 13 natos. Momentalisht kemi dalë për shpaj imi të vëllaj. Si t'ja bëjmë se dhejmë të ardhmen, ama sot për sot që kështu është. Po ne nuk mund të vlerësy këto, mund të vlerësy në inxhiniera kompetent. Ajo shefet dheve gjikarshit. Po ajo është de facto duket. A ka konë komunë ato? Kitë janë kanë këto të si thon për këto Qendrës për menaxhim me kriza. Me krizat, policia janë kanë të komunës, ishin inxhinier me ato. Ato ishin gjerë. Ne gjithë para ata. Thanë do marrën masa, ku se kanë majtë mbledhje gjë këshilli, ku se ka milatohu da bëjnë këtë murin së dhe. Ashtu thuan. Edhe për atë kanalizimin e NPD ishtan da bëjnë 110 ndër aso se kanë bënë. Për projnë? Për projnë. Sot për sot jala nuk e kanë bënë. Do me thonë atë disë bëhet, projektin e kanë përfunduar. Ne do të ndryshim këtë Afrika për këtë, mund të na shesë të rodhi këtë të bësh. Në rrezikon me jetë. Shkihe mo ma shumë ku të shkuj. Veç të folish pa lidhë. Çfarë boni policia dhe ato inspekcioni i kanë ngrit familjarët për shpejave i kanë qu dikon tjetër as gjozdi. Ato janë punë institute. Për 2015 në kanë premtone projekt, kanë përse kanë krejt 110 metre kanë lënë në mëshirë zati. Edhe pse ka ankesa prestav NDP-ja edhe kjo ambasada Zvicrës kemi ka bën kërkesë me shkrim, na kanë dhënë përgjigje, ka ndërzuar komunë, ama komunë dhe Ministria e Ekologjisë nuk na kanë dhënë asgjë. Në të dejonët të rrezikohen. Hiç më të kemi bisedoj. Од општина Тетово во писмен одговор велат дека се запознаени со ситуацијата и дека ја следат одблиску, без детали за следните чекори. Кризен штаб на општина Тетово во соработка со Центарот за управување со кризи одблиску ја следи ситуацијата во Шипковица, каде што како резултат на свлечиште на земјиште 4 куќи се загрозени. Исто така членовите на 4 семејства веќе се евакуирани и се засолнети кај нивните роднини. Вкупно 17 лица ги напуштија своите домови. Во поплавите во 2015 година во Шипковица животот го загубија 4 лица. И по 10 години жителите на Шипковица секогаш кога има врнежи живеат во страв од нови можни поплави.